Pamje të tilla jemi mësuar t'i shohim vetëm nëpër filma, ndërsa askujt nuk do t'i shkonte në mendje që skenar të tillë të aplikohen dhe në Shqipëri. Kjo për shkak se në vendin ton kronikat televizive përcjellin vetëm shumën e parave e cila grabitet pa arritur të transmetojnë atë që ndodh me të vërtetë. Shqipëria njeh më shumë se disa skenar filmash, nga tentativat për grabitje nëpërmjet tuneleve nëntoksore e deri te rekordet e kronometruara ku grabitësit kanë arritur të marrin me mijëra euro brenda pak minutave. Bankat dhe kazinot janë objektivi kryesor i grabitjeve, ndërsa rastet janë nga më të dhunshmet, kryesisht tek sistemi bankar, ku për herë të parë pas 12 vitesh të funksionimit të plotë të sistemit bankar të nivelit të dytë, një arkëtare u vra. Ngjarja e rëndë ngriti pikpyetje mbi sigurinë, që nga masat elementare deri tek ato më të sofistikuara për mbrojtjen e bankave. Sipas ekspertëve, standardet e sigurisë, pavarësisht përmirësimeve, lënë vend për të dëshiruar. Madje në pjesën ndërmuese të rasteve të grabitjeve, elementet e sigurisë së një banke nuk kanë qenë funksional. Pamjet janë shokuese në njërin prej grabitjeve në qendër të Tiranës, në rrugën Myslimshyri, ku në 1 minutë e 47 sekonda agresorët arritën të merrin nga arkat kryesore rreth 100.000 euro. Bankat kanë një impakt shumë të rëndësishëm në atë që konsiderohet siguri publike. Që do të thotë, policia e shtetit duhet të jetë aktore dhe operatori kryesor gjatë licencimit të një banke. Bankat nuk mund të krijojnë vetë ishuj qetësie pa pasur mbështetjen e shtetit dhe kryesisht të strukturave të policisë shtetit. Vetëm minimizimi i kriminalitetit në zonë, në qark apo në qytet, në mënyrë automatike sjell reduktimin edhe të veprave kriminale në sistemin bankar. Nuk ka pasur grabitje gjatë vitit që kaloi në sistemin bankar dhe kjo është pozitive, jo vetëm fal masave që marrin bankat, por edhe strukturat të tjera të shtetit për të parandaluar në përgjithësi krimin. Shoqëritë e ruajtjes dhe sigurisë fizike janë të vetmet struktura që ofrojnë shërbimet e sigurisë në bankat e nivelit dytë. Pavarësisht se disa banka kanë dhe struktura të tyre të sigurisë, ato përftojnë gjithashtu shërbime nga SHRSF, thënë shkurt. A funksionojnë si duhet këto SHRSF dhe a ka nevojë për ndryshime të tjera ligjore me qëllim përmirësimin e punës? Padyshim që kanë ndryshime ligjore. Unë do t'i konsideroj përmirësime ligjore. Përmirësimet ligjore kushtëzohen së pari nga ndryshimet ekonomike dhe shoqërore që pëson shoqëria jonë. Ligji për SHRSF ka disa vite që është funksional dhe kushtet konkrete në të cilat zhvillohet ekonomia dhe shoqëria jonë kanë ndryshuar. Pra ky është po themi momenti kryesor apo ai që duhet vlerësuar dhe duhet të ndikojë në përmirësimet ligjore. Ku duhet konsistojnë ndryshimet ligjore? Aktualisht sistemi bankar është zhvilluar, është përmirësuar, në vendin tonë veprojnë 16 banka të nivelit të dytë, pra tregu i veprimit të SHRSF-ve është zgjeruar. Në këtë kuadër unë gjykoj që është shumë e domosdoshme që certifikimet për kompanitë e sigurisë që punojnë në sistemin bankar duhet të jenë të veçanta. Pra SHRSF-t që ofrojnë shërbimet e tyre në sistemin bankar, si për shërbimet e sigurisë, por edhe për shoqërimin e vlera monetare, duhet të kenë certifikata të veçanta, të cilat shoqërohen me vendime të qeverie, ku saktësohen të gjitha detyrimet që duhet të kenë këto shoqërinë në raport me bankat. Ajo që është shumë e rëndësishme është trajnimi i punonjësve të sigurisë që shërbejnë në bankë. Trajnimi mund të jetë në institucione shtetërore, siç mund të jenë akademitë ushtarake, por edhe në institucione jo publike, po themi shkollat licencuara, të cilat përgatisin punonjës sigurie.
Të dhe SHRSF-t dhe bankat kanë dalë pas një viti shumë të vështirë, vitit 2012, për pati grabitje shumë të mëdha të bankave, dhe kjo e krijoi një lloj kolapsi edhe në marrëdhëniet e SHRSF-ve me bankat dhe me policinë e shtetit. Me gjithë takimet, grumbullimet, diskutimet, gjendja është po e njëjtë, vazhdon. Pse është e tillë? Por mos më thënë që ndoshta është edhe e rënduar, sepse bankat adaptojnë një sistem, një skemë që e cila është totalisht e dështuar. Policia e shtetit akoma e ka në ligjin e saj të policisë shtetit një nen, që është i palishëm ose është jashtë çdo lloj norme kushtetuese, që policia private varet nga policia e shtetit. E ka nen shkruar. Dhe ne kemi kërkuar që varësia, diktati duhet të bjerë. Nuk ka nevojë për diktat. Kur sot edhe licencimi nuk e bën më policia e shtetit, po e bën QKR-ja. Dhe e dyta, ne kemi kërkuar që sa më shpejt miratohet ligji i armëve. Ligji i armëve. I armëve për SHRSF? Për SHRSF. Dhe ka një ligj, por nuk ka ndalë asnjë nga aktet ligjore dhe ligjore, që do të na mundsojnë ne që ne bankat edhe gjithë objektet i ruajmë me armë cilësore. Sigurojmë armë neuroparalizuese, armë elektrike. Nuk i garantojnë dot sot zotë Dreu këto jo, armë, pse? Sepse ligji ka një nonsens shumë të madh. Aty thotë duhet me autorizim të drejtorit të përgjithshëm policisë këto armë neuroparalizuese ose këto tjera, por edhe ky autorizimi i drejtorit të përgjithshëm policisë merret, që do të kesh statusin politik e tjerë derisa të arrijë. Si mundet të përdoret Kallashnikovi para një banke me një dënsi në një bulevard, që është zogu i parë në një bulevard, Kallashnikovi përvitën një banke. Kur ka armë të tjera dhe ne këto na imponon ligji i SHRSF-ve që ne duhet i marrim nga drejtoria e përgjithshme, nga drejtoria e policisë qarku, nëpërmjet një kontrate. Ajo na furnizon me këtë armë. Ne policia nuk na furnizon as me armë të vogla. Një pjesë e bankave sot, edhe për shkak disa elementë nuk pranojnë që kallashi të jetë në nuk pranojnë që të jetë me kallash. Për çështjen e sigurisë, bankat kanë një specifik. Bankat depozitat e veta i sigurojnë. Sepse në ngjarje që kanë ndodhur, banka grabitjen për shembull ka pas siguruar një kompani sigurimi. Dhe bankat nuk janë shumë të interesuara në elemente të sigurisë, sepse ndodh një tjetër problem. Kompanitë e sigurimit ju kërkojnë bankave që ne do ta bëjmë siguracionin me kusht që ju do ta keni edhe bankën me shoqëri private të ruajtjes. Bile ky element ka hyrë thellë tash në të gjitha strukturat e atje. Një kompanitë private të sigurimit që sigurojnë kompanitë, materiale, depozitat, nuk bëjnë më sigurimin e pronave, nëse edhe këto nuk janë të ruajtur edhe nga SHRSF. Është një marrëdhënie që ekziston, është një standard që e ka edhe Bashkimi Evropian. Në këtë moment bankat e shfrytëzojnë në të kundërt. Duke ditë që kanë depozitat e siguruara, thjesht bëjnë një marrëdhënie, vendosin një tender, grumbullim ofertash, si ta thush, një përzgjedhje krejt pa drejtë dhe pa me çmime shumë të ulura dhe nuk ju intereson. Dhe bankat nuk garantojnë elementet e sigurisë bankave, me një çmim të tillë, policia e shtetit nuk bashkërendon punën me SHRSF që kontrolloje, të kërkoje bankave dhe shoqatës, por edhe bankave që të rrisin elemente e sigurisë, sepse ato harrojnë që bankat janë një ndër institucionet ku ka hyrje dalje më të mëdha të njerëzve. Ngjarja e regjistruar 5 vite më parë tronditi dhe vetë strukturat e policisë, për nga mënyra e ekzekutimit në orët e para të mëngjesit, sapo banka ishte hapur. Çdo gjë ishte studiuar nga agresorët, të cilët edhe në momentin e hyrjes brenda ambienteve të bankës nuk u dalluan nga askush, madje as nga rojet e sigurisë, të cilët në rastin konkret ishin në lokal dhe nuk arritën në kohë për të parandaluar ngjarjen. Unë duhet pohoj që një pjesë e grabitjeve në vendin tonë ndodhen në spari për mungesë të zbatimit korrekt të detyrave të punonjësve të sigurisë,
qofshin këta të SHRSF-ve apo dhe të punonjësve të bankës, është shumë e rëndësishme të ketë një klasifikator, një matricë sigurie apo një pyetësor, ku trajtohen apo hidhen të gjithë ato elementë që duhen vlerësuar. Spari është zona ku do të veprojë kjo njësi bankare. Nga Prokuroria e Shtetit ka të dhëna lidhur me kriminalitetin në vend, sepse jo i gjithë territori ka të njëjtin ngarkesë kriminale. Nëse një objekt bankar do ta vendosësh në një qytet apo zonë ku sipas të dhënave zyrtare ka nivel më të lartë krimi se në vendet se në qytete të tjera, detyrimisht në këtë zonë, në këtë bankë që ti ke menduar të hapësh, duhet marrësh masa të tjera. Nga statistikat tek ne por edhe në Europë, objektet bankare të cilat janë në periferi, në zona rurale, gjatë autostradave, janë gjithmonë më të ekspozuar për të grabitur. Kështu që ky është një element i dytë i cili duhet vlerësuar dhe bankat të cilat do të veprojnë në këtë zonë duhet të jenë me masa shtesë. Së treti është organizimi i planimetrisë brendshme të një banke. Duhet shumë kujdes në mënyrën se si duhet funksionojë banka, se si duhet të jenë të organizuara sportelet në raport me hyrjen e bankës, se si duhet të jetë hyrja në bankë, duhet të jetë e lirë apo me sisteme të kontrolluara. Në Shqipëri, për fat keq, bankat nuk plotësojnë kriteret dhe elementet e sigurisë. Të gjithë detyra e elementeve të sigurisë, të hyrjes, edhe të regjimit hyredar, edhe të detektorëve dhe kamerave termike janë pranë bankës. Ne marrim në rujtje shoqëritë, marrim në rujtje vetëm administrimin ose hyrjen dhe regjimin, rujtjen e regjimin e hyrjedarit. Nuk arrin dot që këtë skemë që aplikojnë bankat sot dhe SHRSF dhe Policia e Shtetit për rujtjen e bankave nuk funksionon. Ne kemi diskutuar, kemi ngritë zërin edhe në takimet përbashkëta, por që nuk ka dhënë asnjë lloj rezultati. Ose indiferenca e bankave dhe Policisë së Shtetit është shumë e madhe. Mirë, po kjo çon në ngjarje shumë të rënda, siç ka ndodhur vitin 2010 deri edhe me vrasje, me humbje jetës, kur fare mirë këto gjëra mund të parandaloshin. Dhe e gjithë puna edhe e SHRSF-ve, edhe bankave është parandalimi i ngjarjeve. Edhe i vrasjeve edhe i grabitit. Rastet e abuzimit me detyrën janë akoma më flagrante, ku përpara ambienteve të bankës, rojet e sigurisë luajnë tavull të pashqetësuar nga fakti se neglizhenca e tyre mund të kthehet në një tragjedi. Punonjësit e sigurisë duhet të kenë trajnime të veçanta, se si të reagojnë në një grabitje dhe më kryesore se si të përdorin armët. Ju si gazetar shikoni që mjaft objekte ruhen me punonjësit e sigurisë janë të pajisur me armë. Me armë automatike dhe gjysmë automatike apo kalashnikov siç përdoret termi, me një fuqi shputhse shumë të madhe. A mundet që të përdoret një armë në qytet apo në një bankë nga punonjës të patrajnuar? Punonjësit e sigurisë në banka duhet të kenë një kufi moshe. Dhe pagesa për këtë roje ka rënë në nivele jashtëzakonisht të ulta. Dhe banka nuk do të lejojë kurrë këtë lloj sepse bie cilësia. Ne detyrohemi për shkak të kësaj oferte konkurrence të marrim roje me çmime shumë të ulta. Po nuk vjen një roje i përgatitur, i trajnuar me moshë 3, me pagesa qesharake. Për shembull, një bankë e madhe në Shqipëri, në tendrin që ka bërë këtë vit në pranverë, e ka pranu ofertë çmimi me 29.000 lekë për një roje në muaj bashkë me sistemin e alarm. Dhe fitimi i një roje ka zbritur në nivele 1.500 lekë, 2.000 lekë treja në muaj, 15.000 lekë. Sot me çmimet e tregut ton, minimumi është 45.000 lekë. Treja në muaj për një roje. Minimumi 45.000 lekë. Por vendet perëndimore, qoftë edhe vendet rreth nesh, jo vetëm nuk marrim standarde për shembull, por edhe vendet për e ke Kosovën. Nuk po shkojmë larg. Po merrem me Kosovën. Kosova ka një çmim krejt tjetër me standarde. Por ç'a ndodh? Në bankat e Kosovës ke punojë shërbimi të pajisur, të kompletuar me komplet luftarak, me pranga, me shkop gome, me rrypa, me të gjitha, me detektor, me të gjitha pajisit dhe i mirë trajnuar dhe në moshë të re. Për shkak sepse pagesa e atij është e standardeve europiane.
Grabitja e kryer brenda 2 minutave dhe pas një shenjë dalluese në vëngjarje vështërsoi punën e hetuesve, të cilët arritën të binin në gjurmët e agresorëve vetëm pas 2 muaj shëtime intensive. Për këtë rast, policia krahas përgjimeve arriti të fiksonte një prej grabitësve, i cili kishte vizituar ambientet e bankës disa ditë para ngjarjes. Në pamje të parë çdo gjë duket normale, por agresori është tradhtuar nga qëndrimi i tij në ambientet e bankës, pasi nuk u soll aty si një klient, por vetëm si vëzhgues veprimesh, ndërsa pasi u pyet nga arkëtarët se çfarë shërbimi kërkonte, ai u largua. Banka duhet të kenë struktura të dedikuara për sigurinë. Banka duhet të kenë standarde për sigurinë, që do të thotë rregullore, urdhra, udhëzime, manuale. Bankat duhet të kenë sisteme të ruajtjes dhe sigurisë elektronike, të cilat janë funksionale jo vetëm gjatë pjesës që bankat janë aktive, pra gjatë pjesës operative të punës, por edhe mbrapa. Shumë i rëndësishëm është vendosja, instalimi dhe funksionimi i sistemeve televizive me qark të mbyllur, pra i telekamerave, që ato të jenë cilësore, të sigurojnë provat mjaftueshme për të vazhduar mëtej zbulimin e autorëve të krimit. Formimi dhe informimi i punonjësve të bankës është nga elementet kryesorë nëse ne duhet të kemi nivel sigurie. Ky ishte një ndër elementet kryesorë që çoi në prangosjen e 2 grabitësve nga policia, por në më të shumtën e ngjarjeve të tilla puna e hetuesve vështirësohet mjaft. Kjo dhe për shkak të parametrave të dobët të sigurisë. Duhet shumë kujdes në mënyrën se si duhet funksionojë banka, se si duhet të jenë të organizuara sportelet në raport me hyrjen e bankës, se si duhet të jetë hyrja në bankë. Unë gjykoj që për nivelin që ne kemi të zhvillimit të shoqëror, po dhe të zhvillimit të krimit, në rast se në banka do të përdorim sisteme të kontrolluara në hyrje, që do të thotë sisteme kafas, sisteme në formë busull etj. Do të ishte një element shumë i rëndësishëm i cili do të reduktonte krimin në banka. Viktor Gushi, 47 vjeçari nga Patosi që për 4 vite me radhë, nga viti 2008 deri në vitin 2012, ishte personazhi më misterioz dhe më problematik për policinë e Tiranës. I dënuar për 8 vjedhje me armë, 2 vjedhje me pasojë vdekjen, 5 vjedhje me armë të mbetura në tentativë, si dhe 3 plagosje të rënda me dashje, Gushi nuk do të mbahet mend vetëm për aftësitë e tij si kriminal, për të mos lënë gjurmë në vendin e grabitjes, por dhe për shpejtësinë rekord të kryerjes së grabitjeve, të cilat ishin të fokusuara kryesisht në banka dhe arka kursimesh. Këto janë 2 prej vjedhjeve të kryera nga Gushi, të cilat janë cilësuar nga ekspertët dhe kriminologët si grabitjet më të shpejta në banka në 15 vitet e fundit. Në videon e parë, grabitja e bankës është realizuar nga Gushi për 33 sekonda. Ngjarja është shënuar me 20 qershor të vitit 2008 tek zogu i Zi në Tiranë, ku Viktor Gushi ka vjedhur me armë filialin e një banke të nivelit të dytë. Ai arriti të merrte shumën prej 300.000 lekësh të rinj. Konkretisht 47 vjeçari pasi ka hyrë në bankë i armatosur dhe i maskuar, i është afruar sportelit. I ka zgjatur arkëtareve një qese dhe nën kërcënimin e armës u ka kërkuar të fusin aty lekët e kasafortës. Pasi ka marrë parat, në largime sipër nga nxitimi është rrëzuar tek dera kryesore e bankës, ku përpasoj arma pistolet që mbante në duar ka realizuar një qitje të pavullnetshme. Ngjarja është zhvilluar nga ora 13:45 minuta e 51 sekonda deri në orën 13:46 minuta e 24 sekonda. Grabitja e dytë ka ndodhur me datën 21 tetor 2008, ora 13:40 minuta në kryqëzimin e rrugës Bardhyl me rrugën 4 Dëshmorët në kryeqytet, ku Viktor Gushi ka vjedhur me armë filialin e një banke të nivelit të dytë, në të cilën ka arritur të marrë shumën prej 800.000 lekësh të rinj. 47 vjeçari ka hyrë me shpejtësi në bankë, i maskuar në fytyrë dhe me një kapele në kokë, pasi ka nxjerrë një armë të cilën ja ka drejtuar punonjësit së bankës, e ka urdhëruar atë që të mbushte me lekë një qese që mbante në dorë. Për shkakun se arkëtarja nuk i është bindur, ai ka qelluar një herë me armë në ajër.
Punonjësi e Arkës e ndjerë e kërcënuar i ka mbushur qesën me lek, të cilën ai e ka marrë dhe është larguar me shpejtësi. Kjo grabitje ka zgjatur vetëm 38 sekonda në total. Viktor Gushi sot vuan dënimin me burgim të përjetshëm në një burg të sigurisë së lartë. Ai u arrestua me datën 28 mars 2012, një ditë pasi kishte vrarë gjatë grabitjes Eleonora Kaloçi, arkëtare e një banke të nivelit të dytë në zonën e sheshit Strauss. Gushi u arrit të identifikohej nga banorët e zonës së Don Boskos vetëm pas fotos të publikuar në media, ku fytyra e tij ishte fiksuar nga një kamerë sigurie gjatë largimit nga vendi i ngjarjes. Kjo mungesë sigurie reflektohet dhe në biznese të tjera. 2 persona të armatosur rënd arritën të grabisin këtë kazino në zonën e Selitës, ndërsa kanë qenë të pashqetësuar, saqë dhe maskat i kanë vënë para se të hyjnë në ambientet e lojrave të fatit. Këto 2 agresorë kanë arritur të grabisin mbi 15 kazino në kryeqytet dhe nga të gjitha ngjarjet policia nuk ka arritur të zbuloj asnjërin prej tyre. Këto janë vetëm 2 nga grabitjet të cilat kanë ndodhur në metropolin shqiptar, pa marrë parasysh se metodika dhe koha mesatare që i duhet një agresori për vjedhjen e një banke shqiptare ja kalojnë dhe skenarëve të filmave hollywoodian. Nga statistikat, një vjedhje në banka shqiptare zgjat mesatarisht nga 1 deri në 1.5 minuta. Dhe sikur të mos mjaftonte kjo, vjedhjet kryhen në mes të ditës, ku orari më i parapëlqyer për grabitësit shqiptar është mes orës 12 dhe 15 të drekës. Standardet mes Shqipërisë dhe vendeve të Bashkimit Evropian janë më të përafruara në shkeljen e ligjit, ku statistikat flasin se 75% e grabitjeve në Shqipëri ndodhin ditën e premte, njësoj si në Europë ku ndodhin 62% e tyre.